LSDM vlerëson se patriotizmi I vërtet është të sigurosh të ardhmen e vendit, të mbrosh identitetin dhe të sigurosh një vend të barabartë për Maqedoninë e Veriut midis kombeve europiane. Zëdhënësja e partisë Bogdanka Kuzeska deklaroi se integrimi në BE, në familjen e madhe europiane të popujve të barabartë, është akt më I madh I patriotizmit dhe garancia më e fortë për të ardhmen e popullit. Gjatë periudhës së qeverive të LSDM-s u morën vendime të guximshme, të cilave sot gjuha maqedonase njihet dhe është e barabartë në Kombet e Bashkuara dhe në Bashkimin Evropian. Ata që na akuzuan sot si tradhtar pranojnë se me vetëdije e gënjyen popullin, se marrëveshja e Prespës mbron identitetin maqedonas, gjuhën maqedonase dhe kulturën maqedonase. Ata gjithashtu pranojnë se antarësimi në NATO është I mirë për vendin dhe për sigurinë e qytetarëve të tij. Ndërkaq, për këtë pati reagim nga partia në pushtet VMRO-DPMNE, nga ku thonë se konferenca e sotme për shtype LSDM-s na ktheu në një të kaluar të errët plot me gënjeshtra të shkruara nga Zaevi. Nga VMRO vlerësojnë se matrica në LSDM nuk ndryshon dhe se kjo është ende e dukshme sot. Dikur ishte Zaevi, pastaj Kovacevski, tani Filipçe. Gjithçka është e njëjtë, vetëm njeriu është ndryshe, thekson VMRO. Ata thonë se që kur Zaevi mbajti dorën në gjoks e dinin se po gënjente. Në fakt, një nga gënjeshtrat më të famshme ishte për sa kohë që marr frymë dhe për sa kohë që jam I shëndosh mendërisht, emri nuk do të ndryshoj. Sot, vite më vonë, LSDM-ja po thith përsëri të njëjtin ajër.